Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Nga mesi muajit prill pritet të vihet në funksion regjimi i ri kufitar mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Përmes tij synohen kontrolle vetëm në hyrje nga policia respektive e shtetit. Regjimi i ri do të bëhet sipas modelit hyrje-hyrje, do të zbatohet në pikat kufitare të Hanit e Elezit, Blac dhe Globoqicë Jazhinc, ndërsa punojësit e policisë do të punojnë në një objekt përbashkët. Përmes këtij modeli pritet të lehtësohet qarkullimi i qytetarëve të dyja shteteve. Shtetasit e Kosovës duhet të jenë të pajisur me letër njoftim biometrik ose pasaport për të kaluar në Maqedoninë e Veriut. Më shumë se 100 pacientë në Maqedoninë e Veriut të dëmtuar nga zjarri i rënë në një diskotekë në Koçan vijojnë të nështrojnë kurimit në spitale. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari në një konferencë për shtyp konfirmoi se nga 193 pacientë janë dërguar në shtëpi, 93 prej tyre ndërsa 100 janë ende për kurim. 93 pacientë tashmë shërohen në kushte shtëpiake dhe janë në gjendje shumë më të mirë. Gjithsej 20 pacientë janë në Shkup dhe 80 pacientë janë jashtë vendit. Fatmirësisht numri i pacientëve që janë shumë kritik sot është ulur në numrin 3. Sot kthehen 2 pacientë prej jashtë dhe atë 1 pacient prej Polonie dhe 1 pacient prej Belgjik. Arben Taravari, ministri i Shëndetësisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Pas zjarrit në Koçan na shpërsohen masat ligjore mbi përdorimin e mjeteve piroteknike në hapësirë të mbyllur në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Mes të tjerave ndryshimet synojnë rritje të gjobave për persona fizik dhe juridik dhe plotësimet e ligjit për kundravajtje kundër rendit dhe qetësisë publike. Propozohet rritje gjobave nga 200 deri në 10.000 euro në varësi të llojit të tregtuesit. Me miratimin e zgjidhjeve të propozuara do të mundësohet sanksionimi i përdorimit të mjeteve piroteknike në hapësira të llojit të mbyllur dhe rritje e sigurisë të qytetarëve. Ndryshimet janë parashikuar të miratohen përmes një procedure të përshpejtuar. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Në 16 vjetorin e antarësimit të Shqipërisë në NATO, presidenti Bajram Begaj tha se në këto vite vendi dëshmoi se është antare e denjë aleanca do të vijojë të jetë përkushtuar ndaj saj. Në një postim në rrjetet sociale, kreu i shtetit tha se Shqipëria do të vijojë të jetë përkushtuar ndaj aleancës Veri-Atlantike për të patur një NATO të fortë dhe të bashkuar, ndërsa ministri për Ropën dhe punët e jashtme Igli Hasani theksoi nevojën për të forcuar partneritetin me aleatët tanë dhe për të vazhduar me krenari kontributin për forcimin e paqes, sigurisë dhe stabilitetit në rajon dhe më gjerë. Për ministrin e mbrojtjes Piro Vengu, në këto 16 vite forcat e armatosura kanë dëshmuar vendosmëri për një paqe të qëndrueshme. Ndryshojnë procedurat doganore për mallrat e dërguara në ose përmes Bashkimit Evropian. Sipas njoftimit zyrtar të Drejtorisë së Doganave në Shqipëri, transportuesit rrugor dhe kuroror do të duhet të ofrojnë të dhëna për mallrat e dërguara përpara mbërritjes së tyre nëpërmjet një deklarate për mbledhse të hyrjes së plotë. Sipas Drejtorisë së Doganave, detyrimi është i vlefshëm edhe për transportuesit postar dhe postat e shpejta që transportojnë mallra duke përdorur këto mënyra transporti si dhe për palët e tjera. Në njoftim thuhet se në rrethana të caktuara, marsit përfundimtar të mallrave të vendosur në Bashkimin Evropian do të duhet gjithashtu të dorëzojnë deklaratën për mbledhse të hyrjes në sistem. Ky veprim është i vlefshëm për të gjithë operatorët ekonomik dhe transportuesit e regjistruar në Shqipëri. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.